Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, problemet e vendlindjes sonë të atyre që ka ndodhin në Kosovë apo në Shqipëri e mbajnë diasporën gjithmonë të lidhur me vendlindjen, për të zgjidhur problematikat, për të ndihmuar sado që ne të mundim në zgjidhjen e çështjeve që kanë prekur vendin tonë, qofshin ato politike, qofshin ato ekonomike, apo edhe si të protestave në Shqipëri. Edhe njerë sot kam drejtuesin organizativ të Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane, mikun tim, Agim Aliçkaj, i cili vazhdimisht ka qenë pranë nesh për diskutuar për problematika të ndryshme. Kohët e fundit, krahas çështjeve të Kosovës, Liga dje ka bërë dhe një prononcim për protestat në Shqipëri, pra ne do të flasim jo vetëm për zhvillimet më të fundit në Kosovë, por dhe për qëndrimin e Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane ndaj protestave në Shqipëri. Zoti Agim, janë vënë re 2 takime ka pasur kryeministri Kurti ditën e djeshme dhe ditën e sotme. Takim me liderin e PDK-s dhe me liderin e LDK-s. Në këto takime po flitet për biseda ndërpartjake për të çuar në zgjedhjen edhe të kryetarit kuvendit, edhe të qeverisë, edhe më tej edhe të presidentit apo presidentes cili do të jetë ai. A mendoni se politika kosovare e ka lodhur popullin? Se e ka lodhur popullin, aty e ki 100% e ka lodhur. E ka lodhur politika kosovare popullin, por nëse e përfundojnë për smari, ja u harrojnë. Po nëse e vazhdojnë, përbes kësaj radhe nuk di çka do të bën populli veç, ndoshta mos me i votu fare, ose me bojkotu popullin një herë, të shohin një herë që është bojkotimi. Është e pru me të thonë drejtën, zoti Rafael, faleminderit për mundësinë që të flas. Edhe ne të gjithë një mënyrë pak jemi lodhur, janë gjanat që po përsëriten, blokada, jo zgjidhje, arsyetime për blokada, arsyetime për sjellje destruktive, nuk sheh asgjë kvalitative. Megjithatë, unë moj me thonë se dje, pasi që u certifikun zgjedhjet, shihet që kryeministri Kurti e ka marrë një iniciativë edhe duket që është mjaft pozitive, edhe qasja e tij është ma parimore, ma e hapun, duket se është i gatshëm të afrohet me opozitën. Mirë po, të ne thojnë hypset vrava, drypset vrava. Opozita përpara ankoi se kryeministri Kurti i ka izolu ose nuk i vlerëson tamam, tashti po ankohen se ka nevojë për neve dhe ka na merr me të mira, kupton? Do të thonë nuk e di tash, unë mendoj se kjo çështje e tij është shumë më e mirë. Ky duhet ta bëjë vetëm pa marrë parasysh çka thonë tjerë. Të jetë shumë i hapt, të jetë shumë i sinqert, edhe sepse ky unë nuk shoh se ka nevojë të shkojë në zgjedhje. Asnjë interes, nuk e ka asnjë interes. As partia vetvendosja, as vetë kryeministri, po natyrisht Kosova nuk ka nevojë për zgjedhje tjera. Hera 3 që populli është ka voton. Edhe hera 3 që populli po deklarohet që dëshirojnë që qeverinë për 4 vitet e ardhshme ta merr kryeministri Kurti. Domethënë dëshirojnë që ai japin edhe një mandat. Krejt çka mbetet, si mundsohet kjo dëshirë të realizohet popullit, edhe mos të bllokohet zgjedhja e presidentit për cilën duhen 80 vota, edhe pse unë mendoj se gjykata kushtetuese me vendimin e vet të vitit 2011 duket ka bë gabim, ka qenë një gabim shumë i madh që e ka caktuar që duhet me qenë në sallë 80 veta, domethënë 2/3. Është nuk ka kuptim, sepse atëra ajo është njësoj sikur hera parë 2. Çfarë dallimi ka që ti nuk voton ose që nuk merr pjesë në sallë? Po mendoj rezultati është i njëjtë. Zoti Agim, u vure në takimet e ndryshme që kryeministri Kurti bëri me 2 partitë kryesore,
PDK-n dhe LDK-n, sikur se me LDK-n pati më tepër përputhje opinionesh, megjithëse nuk dolën parashtrime apo kërkesa nga të dyja palët. PDK e ka bët ditën. Ata nuk janë të interesuar ta ndihmojnë zgjedhjen e presidentin vetëm nëse ju mundsohet që ata ta propozojnë presidentin nga radhët e tyre. Ata e kanë shfaqur atë. Duan president që është kundërshtar i kryeministrit Kurti. Domethënë nga radhët e tyre që të jetë opozit në kuadër të qeverisjes. Kjo nuk vjen në shprehje. Ajo është një kërkesë e parealizueshme. Askush nuk është aq i marrë sa të lejohet që një president bëhet kundërshtar i qeverisë. Nuk mundet me qenë presidenti kundërshtar. Presidenti vetë kanë thonë këto, kur ishte pyetja, gjatë kohës kur ishte në pyetje që Kurti ta propozoi zonën Vjosa Osmani, opozita ishte ngritën këmbë duke thënë me të madhe se duhet me qenë presidenti i paanshëm, duhet me qenë jo partijak, duhet kështu. Tash e kanë harruar ato. Tash po thonë duhet me qenë i hyni. Se nuk bën Kurti me pas gjitha qeveriset. Jo, presidenti definitivisht duhet me qenë jo partijak, mirë është me qenë konsensual, mu marrë vesh, mirë po, edhe nëse s'merren vesh, nuk o mirë me bojkotu. Lejo udhëheqjen ato fituesin e zgjedhjeve ta krijon qeverinë dhe ta propozon një president të paanshëm, i cili prandaj partia opozitare, e cila si ka fituar zgjedhjet, mundet me pas vrejtjen president, po duhet me pas vrejtje konkrete. Pse nuk e don dikën për president? E jo me bojkotu pa marrë parasysh kush është në pyetje. Kështu që bile unë në shkrimtimin e kam thonë, edhe kryeministri Kurti, edhe nëse propozon zotin për president, ata s'dojnë bëja votuar. Nuk vjen ashtu, nuk bën. Duhet ta kuptojnë ata. Prandaj PDK-ja shihet se nuk është e interesuar, ata im ka shpresojnë që kryeministri Kurti nuk mund t'i bën votat bashkë me LDK-n, sepse shihet një mundësi që LDK-ja dhe kryeministri Kurti të bojnë votat, por duhen të gjitha votat e LDK-s të jenë të mundshme. Gjatë kësaj kohe ju e dini se ka përqamje në LDK. Edhe nuk është e sigurt kryetari i Partisë Demokratike Abdixhiku, Zonja Osmani që morën pjesën në takim me kryeministrin Kurti, nuk janë ende të sigurt atë mund t'i japin 18 vota. Se nëse nuk i japin, nëse i kanë mungur 5 vota, duhet edhe dikush tjetër, sepse nuk mundën të bëhen 80 vota si ka kërkuar gjykata kushtetuese. E prandaj PDK-ja po shpreson që këtu do të ketë bllokim, edhe do t'i mbetet faji këtyre tjerëve, LDK-s dhe kryeministrit Kurti. Po mirë, ata nuk po arrin kuptojnë se nuk është punë tash çfarë do me kaluan zgjedhjen për herë të katërt, që është. Po nuk ndryshon kur asgjë. Unë mendoj se nëse shkojnë për herë të katërt, Kurti ka me fitu edhe pak më shumë. Ndoshta edhe shumë më shumë, po s'paku edhe pak më shumë. Po jo më çan gjithë pagesa, njerëzit që angazhohen për i gjë. Po aq që vështirë me gjetë një burr Kosove që t'jetë i paanshëm. Jo më ka sa dush, po s'po dojnë. Nuk duhen partitë opozitare, sepse nuk po pajtohen me humbje. Nuk po pajtohen me atë që kryeministri Kurti duhet të qeverisë Kosovën, edhe pse populli po ja jep votat. Ky është problemi. Ata duhet s'pari ta kuptojnë që i kanë humbë zgjedhjet, po ata se kanë qartë. Ata në vërtetë e dinë që i kanë humbë zgjedhjet, po nuk duan t'i pranojnë që i kanë humbë zgjedhjet. Ata duhen të përfitojnë gjithsesi nga situata që ta bllokojnë në mënyrë pa kufishme shtetin deri në atë mas që populli ndoshta të ngritet kundër kryeministit Kurti duke fajsuar ata për gjitha problemet. Aty është shpresa e tyre. Po ata e kanë gabim. Ata do të dështojnë. Mirë po, problemi është se ka pasoja dhe shteti. Shteti i Kosovës. Nuk o pyetja aty se ata po jakmerren kryeministit Kurti. Ata po jakmerren shtetit vet. E pa shtet, çka duhet partia, nëse s'ke shtet. Unë nuk e kuptoj qëndrimet e tyre. Pastaj, PDK është sigurisht ka shpresa se po flitet që me lëshimin e ish presidentit tha që do të marrë vota më shumë, shpresat e tyre. Kot e kanë. Nuk kanë me marrë vota më shumë, edhe nëse inshallah lirohet thaçi. Ne gjithë kemi dëshirë që ai të jetë i pafajshëm. Mirë po, do të
kot mendojnë ta se nëse ajo është në liri që do të fitojnë vota ma shumë. Ata i kanë votat fikse PDK-ja. S'ka shansa të marrin vota nga njerëz të pavarur. Kur s'mundën me marrë votën teme, përbes nuk kanë me marrë as njerëzve tjerë. Sepse ti për me marrë votën duhet me tregu rezultate. Nuk mundesh ti me marrë votën e popullit pa propozu asnjë program, pa propozu asgjë të re, pa kërku falje për ato të kësia që i ke bërë 20 vjet më para. Domethënë PDK nuk tregon fare se ka ndryshuar. Pse me votu populli? Çfarë arsye? Unë nuk kuptoj. A kanë ata logjik me kuptue, me ditë, me gjithë një arsye pse do t'i votonte populli. Ata s'pari duhet ta gjejnë arsyen që ta bindin popullin për me i votu. Atëherë kurti për ta do të kishte, nuk do të paraqiste problem. Problemin ata e kanë me vetveten, jo me kurtin, jo me popullin. Ata duhet me kërku problemin mbrëmja vetit edhe me reflektu, me dalë nga ky gërë që kanë shti edhe Kosovën krejt për shkak fajeve të tyne. LDK-ja duket që ka interes ma shumë edhe ishte takimi ma i shihet që ka një mirë kuptim ma të madh, domethënë ka mundësi për vazhdim të bisedimeve për një zgjedhje të një zgjidhje, por me kusht që LDK-ja ti te kalon edhe përqamjet e veta, që ti bojnë gjitha votat bashkë edhe ndoshta të zgjidhet edhe presidenti. Ose varianta e fundit është, zoti Rafael, ndoshta duhet të votohet me gjatë një vota dhe të bëhet ankesa në gjykatën kushtetuese, pastaj sigurisht ankohen, të bëhet në randën e tretë, pa marrë parasysh a marrin pjesë të 80 veta, të votohet me shumicë për mi gjatë të një votë, të zgjidhet presidenti, pastaj do të ankohen gjykatën kushtetuese, edhe ndoshta atëherë gjykata kushtetuese e kupton gabimin e vet dhe përmirëson. Nëse ju do të kishit mundësi apo do doni të jepni një këshill në këto momente zotit Kurti, cila do të ishte ajo? Unë mendoj se ka filluar mirë. Kjo ishte këshilla ime për te. I ka ftu të gjithë, e ftoj edhe AEK në mënyrën më të mirë, për bisedime të hapta dhe të sinqerta, edhe ti u kërkoj atyne, unë mendoj se kompromisi është që kompromisi i Kurtit është që t'ja mundsoj atyre që të propozojnë 3 kandidat. Kjo ka qenë propozim edhe ma përpara. Se cila partit propozoi 3 kandidat? Opozita. Kush do? Do t'i propozon 3 kandidat dikush prej tyre, ky dhe t'ja mundson kandidimin se duhen 30 vota, ata nuk i kanë. Mirë po, ata 3 kandidat nuk guxojnë me qenë nga radhat e partisë. Ata duhet me qenë të aftë, me përvojë ndërkombëtare, ta dinë gjuhët e huaja, domethënë ti kanë aftësitë për një president dhe të jenë jo partia. Unë mendoj se ka në Kosovë ashtu. Prandaj, kjo është kompromisi. Por nëse nuk don opozita ta bënë një gjatë tillë, atëherë faji do të mbetet aty në kot e kanë. Dhe kur propozohen 3 kandidat, marrin pjesë gjithë në zgjedhje, edhe njëri prej tyre i cili është më i miri i votohet. Edhe në rregull. Kjo është zgjidhja, nuk ka zgjidhje tjetër. Po partive të opozitës, çfarë do t'ju sugjeronit ju? Si ligë në këtë mes? Të reflektojnë, të drejtohen popullit. O populli im, është bën kalumen, propozimi im për të ardhmen është ky. Ne mendojmë që Kosova përmes përpara duhet këte. Dhe me qenë se i ka fituar kryeministri Kurti votat, do t'ja mundsojnë qeverisjen, edhe gjatë kësaj kohe ata do tregojnë gradualisht që të përgatiten për zgjedhjet e rregullt të tjera pas 4 viteve dhe ashtu ju shurtohen shansat të fitojnë. Domethënë, të bëhen opozitë konstruktive. Opozitë konstruktive që punon në interesin e shtetit. Numër 1, pastaj edhe në interes të vetë. Normalisht, unë e kuptoj. Çdo kush i ka, dhe partitë kanë intereset e veta. Po jo me qenë ekskluziv interesi partijat mbi të gjitha. Nuk bën ashtu. Po në këtë mes, se në këto mund të shihen, po shkojnë drejt zgjedhjes apo jo që nga përzgjedhja kryetarit apo kryetares së kuvendit. A ka mundësi që të bëhet më kollaj kjo lloj zgjidhje? Unë mendoj se Kurti do ta kishte më lehtë që ti krijon spari parlamentin edhe qeverinë
dhe pastaj shkohet me presidentin. Mirë, po kjo qasja që dëbojnë tria të zgjidhen brenda kësaj periudhe bashkë është më e mirë, sepse është më fair, është më e kuptueshme. Edhe për opozitën është më e mirë. Domethënë Kurti po pranon që bisedohet për gjitha gjanat të zgjidhet problemin me njëherë. Jo të zgjidhen ato institucionet parlamentit qeverisë, pastaj për president kalon djetën situatë sikur ma herë, që bojkotohet, bllokohet, shtyhen mes veti, nëse gjojnë zgjedhjet përbashkë, me kush që nështë edhe me pjesëmarrjen qeverisë, po duhet me pjesëmarrjen qeverisë në mënyrë reale. Nuk mundet me kërku një parti që ka fitu, që ka 18 kandidat me kërku gjysmën e qeverisë. Duhet sa i takojnë, me numër, ekzistojnë, ka që takojnë zavendës ministra, ka që për presidenti duhet me qenë konsensual. Nuk mundet me qenë jasë një parti, u kry kjo po. Pas përcaktimit të gjithë strukturave ekzekutive të presidentit edhe të kryetarit të kuvendit edhe të zgjedhës së qeverisë, do desha të bëj një diskutim i kushtetutës. Mua më duket se kushtetuta e Ahtisarit ka qenë e mirë për periudhën kur u vendos për të arritur ekuilibrat, për të pranuar nga gjithë palët, por tani është bërë si një lojë mos unë dze, do të thosha, unë një lojë që mjaft enigmatike, lëvize këtë, po nuk shkon këtu, lëvize këtë, po nuk quhet kjo, edhe një numër i caktuar i përfaqësuesve të minoritetit serb, kur përqindja e popullsisë sot ka ndryshuar, edhe të komuniteteve tjera, ndoshta një ulje e numrit përgjithshëm të deputetëve mund të ishte më racionale për Kosovën, sepse nuk është një vend fort i madh. Kushtetuta e Ahtisarit dhe plani i Ahtisarit kanë qenë nevojshme për kohën e atëhershme për që të fitohet pavarësia, sepse ka pas shumë shtete pengesa ka pas pengesa për shumë shtete të pranohet pavarësia e Kosovës, sepse gjithmonë ka ekzistuar frika që Kosova do t'i shtyp drejtat e pakicës kombëtare. Prandaj aty ne ju ka dhënë drejta gati edhe vetoje në kuadër të kushtetutës. Mirë, po ajo kushtetutë komplet e ka tejkalu veten. Duhet të bëhet prej fillimit, duhet gjetë mënyra, për këtë duhet normalisht që bisedohet edhe me ndërkombëtar. Po spari është kushti kryesor të kemi një qeveri stabile edhe një shtet, një president në funksionim. Pastaj mundën këto gjana në mënyrë parimore, në mënyrë të rregull, në bashkëpunim me ndërkombëtarët, të gjehet një zgjidhje ose edhe nëpërmjet referendumit. Po gjithmonë ekziston mundësia që të ndryshohet një kushtetutë. Nuk mundesh me leju që një pakicë e cila nuk është e interesuar që shteti të ecë përpara që ta bojkoton shtetin. Që ti nuk mundesh me ndru kushtetutën tonë pa votën e tyne. Pa 2/3 e tyne. Nuk shkon ajo. Prandaj duhet më ndryshu. Atëherë do të ishte mirë ndoshta edhe presidenti të zgjidhet drejt për drejt nga populli. Ajo do të ishte qasja më e drejtë, sepse populli dhe pas mirë kush është një person që meriton të jetë i gjithëve. Shumica e popullit. Ajo është hapi i dytë. Do të thonë shumë gjëra në kushtetutë, të cilat janë tash në bë pengesa dhe duhet të ndryshohen. Koha ka treguar që po bëhen pengesë dhe këto zgjedhje e treguan më së miri këtë punë. Të kalojmë tek një çështje tjetër. Ju si drejtues i Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane jeni ndjeni dhe natyrisht jeni edhe nga ata që kanë përgatitur mesazhin që Liga ka nxjerrë këto ditë në lidhje me mbështetjen e protestave në Shqipëri, protestave paqësore. Cili është opinioni juaj mbi këtë çështje? Edhe unë po flas në emrin tim, por më me paraqitë edhe qëndrimin e Ligës, sepse qëndrimi Liga, unë mendoj, nuk di a keti ndonjë informat tjetër, po unë nuk di ndonjë organizat tjetër, po flasim për ndonjë si individ, ka që i kanë përkrah këto protesta. Por Liga është e para e cila si një institucion, e cila ka kontribu për çështjen kombëtare më të madhe, ndër kryesorët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe tjerë, nuk du me mohu askën. Mirë po, kur ka dalë UÇK-ja,
herën e parë, në 87-ën publikisht, në komunitet asnjë organizat nuk ka guxu ta përkrahë UÇK. Bile janë friguar ta përmendin emrin e tyre në Washington. Liga ka dalë para. Ne gjithmonë kemi pris sepse jemi më të vendosur, jemi drejt, edhe nuk I frikojmë askujt, sepse kemi Joseph Bjugardin, I cili e ka njohur sistemin amerikan që është funksionon, edhe që është trim, sepse në vitet 90 kur ka dalë Joe Bjugardin në mbrojtje të drejtave të popullit shqiptar të Kosovës, shumë zyrtarë amerikanë kanë quajtur troublemaker. Domethënë njëri që shkakton probleme. Po troublemaker në mënyrë pozitive, sepse ky e ka kërkuar drejtën. Domethënë, dalim në situatë sotit, ne mendoj se jemi të parët që jemi në anën e drejtë të interesave kombëtare. Unë mendoj se është interes kombëtar që Shqipëria ta mbrojë qeverisjen. Normalisht ne nuk dojmë trazina ku do të ketë ndonjë konflikt mes njerëzve, ndonjë gjabderdhje, zotruna ato si duan. Mirë po, në mënyrë pasore, sepse qeveria e kryeministit Rama e ka lodh popullin, I ka lodh gjitha autorizimet e një qeverie, ai ka punu mirë. Po shihet se tash populli ka kuptuar që ai çdo gjë që ka bërë në kryen vete, I ka ndrru ligjet e ndryshme për zonat e mbrojtura, për investime strategjike, gjitha I ka ndrru me këto ndryshime ja ka mundsu oligarkëve të përfitojnë, jo populli. Populli ka pa këta, prandaj duhet ky ndryshim. Edhe unë mendoj, edhe Liga mendon që shumica e ligës e bordit, edhe Joe Bjugardin edhe Shirley, se kryeministri Rama nuk është në gjendje që t'i bëjë ndryshime. Sepse normal do të ishte me dalë protesta dhe me kërku nga kryeministri Rama të shfuqizojë ato ligje që I ka bërë gabueshme, të bëhet komisione të caktuara të cilat do të analizohen çdo investim, të fillu prej atje në Butrintit, e shumë vende tjera që janë bërë brenda këtyre 10-15 viteve, ndoshta edhe përpara, të shfuqizohen ato që janë gabueshme, por populli nuk ka besim që mundet Edi Rama dhe qeveria e tij ta bën. Edhe unë mendoj se nuk ka të mundën, parasysh se ai ka hi në obligime ndaj oligarkëve të ndryshme. Ai s'mundet me bën ndryshimin. E populli, këto janë demonstrata që të bëjnë krenar, po dalin për një muaj e gjys, për çdo ditë me 10.000 njerëz, ka njëherë edhe 100.000, me eksese kaq pakta. Kjo është një krenari kombëtare. Unë mendoj se populli shqiptar I Shqipërisë, po edhe kushdo që ka përkrahë këtë demonstrat, e ka treguar një nivel të lartë të ngritjes edhe kombëtare, po edhe njerëzore. Unë ka kërkuar drejtën. Ne jemi dalë për krahje tyne edhe mendojmë që duhet të bëhet ndryshim në Shqipëri. Mirës është të krijohet një qeveri e përkohshme, të rriqet Edi Rama, ato që kërkojnë jo shkumje në burg, ato janë gjana tjera që ato rregullohen me ligje, me gjyqje, nuk mundet dikush me kërku për dikën. Unë s'mund të them me shti Ramën në burg për arsye, por po dhe thotë çfarë nga dëshprimi. Por ajo duhet të shiqohet nga ana gjyqësore. Krejt ka duhet me kërku tash është që megjithatë Rama ta jap dorëheqjen dhe ta merr dikush tjetër që gjanat të shiqohen realisht, të analizohet çdo gjë që ka bërë, edhe të shkon kthehet Shqipëria për smari. Agim, si e shpjegoni ju faktin që në këto protesta nuk janë vetëm shtetas të Shqipërisë, edhe të diasporës, madje edhe kryeministri është ankuar që ka edhe pjesëmarrje nga shtetas të Kosovës e të Maqedonisë në këto protesta? Pse mos me marr pjesë? Kur Kosova ishte në parashdukjes, ku e gjeti shpresën, ku e gjeti zgjidhjen, ku e gjeti shpëtimin populli shqiptar I Kosovës? Në Shqipëri, të populli I Maqedonisë, luftën e Kosovës kanë marrë pjesë, jo çaq shumë shumicë, po kanë marrë pjesë nga gjitha pjesët tona, kanë marrë pjesë nga Mërgata, kanë marrë pjesë. Ne jemi një popull, nuk mundesh të mendo. Unë interesi jam për Shqipërinë është njëjtë sikur për Kosovën. Prandaj unë kam drejt të protestoj, në mënyrë pasore po flasim. Tjetër gjë është nëse merren me gjëra të tjera që kanë interesa të tjera personale, grupore. Por
Në interes Shqipërisë unë mendoj që është bile unë për veti po them që është numri i vogël i atyre që ka marrë pjesë nga Kosova, nga Maqedonia, nga territoret tjera shqiptare. Duhet më shumë. Do duhet më shumë, sepse ne jemi gjithë patriot. Shqipëria është nana jonë. Pa Shqipëri nuk ekziston kombi shqiptar. Prandaj ne dëshirojmë ta shohim Shqipërinë mirë. Kjo që ka thotë zoti Rama nuk ka lidhje fare. Ai normalisht që herë del me deklarata se është i përzimi Irani, pastaj Greqia, pastaj Serbia, Rusia, Dreqi, Ibiri, Kina, këtu s'ka fakte. Nëse ne demonstrues, protestues, del aty edhe është me Shami, nuk mundesh me thonë se është Irani i kuadrum aty. Kemi në njerëz që i kanë besojnë në Shamia, në ato gjana, po ato janë një pakicë. Pastaj e pave zoti Rafael çështjen e flamurit në ambasadën e Izraelit. Pse u mbyll ajo? Pse? Sepse nuk e kanë bërë protestuesit. E ka bërë dikush tjetër. Me mrapavit shtetit Tedi Ramës, qeverisë tij, domethënë një organizim i atyre edhe ndoshta edhe në koordinim me ambasadën. Këtu nuk ka nevojë për të spekuluar se nuk kemi në brendësi të timi. Por pse u mbyll ajo, pse nuk po e përmend kush as pak më? Sikur të kishin bërë demonstruesit vet. Do të ishin gjykuar, do të ishin qiten për kudo, me emër, me mbiemër, po u mbyll. Prandaj unë dyshoj, nuk po them për ambasadën e Izraelit ashtu, po megjithatë unë mendoj se qeveria e Roma ka dorë në ato. Sepse po mundohet se e vetëm një mënyrë që ai mundet më shpëtu për kësaj është me kualifiku këtë protestë si antikombëtare, si antidemokratike, si anti-amerikane, si anti-investimeve tuja. A kupton? Kështu ai mundet më shpëtu. Po kjo nuk është e vërteta, sepse në atë popull të bukur, në ata djemtëri, ajo është rinjia. Ka dhe fëmijë, ka grashta, zona, ka zonja, zotëri, nga gjitha pjesët e kombit. Edhe nuk mundesh me thonë, unë jam shumë i impresionuar me këtë popull, me këtë madhështinë e tyre, me qëndrimin e tyre, me patriotizmin e tyre, me interesin e tyre që ta mbrojnë shtetin e vet. Prandaj Edi Rama e ka më mirë të tërhiqet me kohë, sepse në një mënyrë unë mendoj, kjo është mendimi personal. Në vërtet ne kemi shprehur edhe në deklaratën e ligës që mas gjitha këtyre protestave masovike, nuk mendojmë se Edi Rama ka legitimitet si kryeministër. Ai po i numëron votat, po ndëgjoj populli mund të ndryshojë mendimin. Ti je bo kryeministër sot i ki votat, po nesër nëse bën diçka që nuk është në interes popullit të shtetit, normalisht që populli ka drejt me mënyra demokratike, jo me violencë, jo me brushkete me këto, po në mënyrë demokratike me kërku që ti si qeveritar të tërhiqesh për arsye se nuk je ka punon interesin e popullit të shtetit. Fakti tregoi që këto protesta nuk ishin anti-amerikane, nuk ishin anti-Trump, si që përpoq e majta amerikane dhe europiane të trajtonte në fillim. Kjo i bëri jehon, më vonë ata e panë që këto ishin protesta për këtë qeverisje, për hallet që ka populli gjithë këto vite, që kërkon kundër korrupsionit, kundër keq përdorimeve, kundër shqitjes tokës pa ligj, kundër marrjes së tokave të pronarëve të vërtet, cilët gjatë komunizmit ju ka marrë toka dhe i kanë tapijat edhe nuk ju lejohet, po një oligark i merr ato prej dikujt tjetër, dikush e ka marrë falsifikat, pastaj ja ka shit dikujt tjetër dhe ai tjetri ja jep investitorit, e kanë përzi, e kanë bërë lanç. Këtu ka padrejtësi të jashtëzakonshme. Prandaj, definitivisht, ky popull ka dalë në rrugë dhe është ka proteston nga padrejtësia. Asnjë gjë tjetër. Populli shqiptar e don Amerikën, i don investime. Po investimet duhet të jenë në interes të shtetit të Shqipërisë e në popullit shqiptar. Popullit shqiptar në përgjithësi. E jo në interes vetëm të oligarkëve. Sepse edhe ky Stazani në mënyrë që është e parapot, dhe shërtohet hapen letrat. Është parapot që tjetë si një vend ku ndoshta unë e ti s'do të mundem as me shku, ndoshta veç si vizitor. Lutem, unë Shqipërinë teme du me shku ku du.
Në Shqipëri nuk bën të jenë pjesë ku nuk ka me pas qasje populli i Shqipërisë, edhe mbar populli shqiptar. Zoti Agim, ju faleminderit, të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i tham fund emisionit ton Argument me të ftuarin ton, zotin Agim Aliçkaj. Miru takofshim.